teme është pak si ndërlikume se kom jetu në atë kohën kur ka qenë edhe luftë, edhe paqë, pa ndaj farë brengje. Edhe pse baba jem ka qenë i përdjekur politik në atë kohë. Baba jem, domethënë, ka qenë daja e arsimit Kosovës, i lindëm në 1917, ai ka vujt për një shkumje, ku ma kanë mytë në luftë. Jam urbaniste, kam qenë urbaniste dhe jam trajnerë për planifikim hapësinor, kam specializuar në Izrael, Holland, Mirlan. Thash, unë jeton jetën time, Kosova shtëpia ime, Kosova shtëpia ime, Kosova shtëpia ime, domethënë është, nuk e dia keni parë ndonjëherë atë sikierën që e kemi, që unë e kam. Kjo është Kosova që e dëshiron. E dëshiron. Legislacionin në fushën e planifikimit hapësinor. Do thotë që ka qenë deficit deri sa s'ka përfunduar lufta. Do thënë nuk është marrë se dikur tjetër na ka planifikuar neve hapësinën e jetën e krejt, kështu që momentalisht na jemi të lirë, me mendu lirë, me vepru lirë, edhe gjitha tjera që është njerëzore na i jemi të realizuar. Çka nuk është shim nga e kaluara, një pjesë të jetës tënde që e ki sot? Ndëqa, pjesa jetës teme është pak si ndërlikume se kom jetu në atë kohën kur ka qenë edhe luftë, edhe paqë, edhe domethënë bastisje, edhe përzëri nga shtëpiat e tjera. Mirë po na kemi zënë në atë kohë vend në Tiranë, ku jemi prit aq mirë, sa që atëherë dhe thëtë unë e kom atë lidhjen emocionale edhe hapësinore edhe krejt. Dëmë thonë, radios nuk kom qenë trajnerë për planifikim hapësinor, edhe ne Edi Ramën i kemi kry në atë vakët, dëmë thonë, plot do veprime të cilat nuk do këshin çuditshme që bi krym bashkë, po kanë qenë, dëmë thonë, fantastike. Edhe, dëmë thonë, nëse unë e kisha pas kohë gjithë të shtunin mëngjes, shkojnë Tiranë. Po, çdo të shtunën mëngjes, me thonë, autobusit, ose shkoj me fëmijë, shkojmë Tiranë. Edhe sa të shkoj, unë e plotësona, se baba jem, do të thonë, ka qenë daja e arsimit Kosovës, i lindëm në 1917, ai ka vujt për një shkumje, ku ma kanë mytë në luftë, edhe më thënë, s'kam ri, do të thonë, atë mu përmbush me Shqipni, do të thonë, asnjëherë. Edhe kjo që ka neve nga bënë që ta shtlumëtun, më bënë gjithdo mendim në mëngjes shtunës, mos me qenë këtu, me qenë dikun në Shqipëni. Po, Shqipëri, po. Nga fëmiria, qëfar ke nostalzi, qëka të mund bënë? Jo, nga fëmiria, dhe më thonë, në kohën deri sa s'ka pas luft, unë e kom pas fëmirin shumë lumëtun. Shumë. Përveç që nështë ta baba jem, kështu në hije ka vepru si mësus, i përndjekum politikisht, apo kupton, do të thonë se mësuesat kanë qenë ashtu gjithmonë të atakum. Po fatmirësisht na Gjakovara din, na e kemi pas, do të thonë, emocionin ndaj Shqipërisë, e kemi pas të lindur mrena. Do të thonë, kur gjë së me tasesi, do të thonë, u plotësum. A din, po në anën tjetër, a din çka mu mas shumë të brengos në këtë pjesë të jetës teme në këtë vend, brengos pa pastërtia, brengosin mungesa ngjyrave në sheshet tona, qëre bëhen, hini. Do të thonë, nuk ta ep një farë lumturie si del, adin nuk ka të kuqe, nuk ka të verdh, nuk ka. Pikëqyri që tash që drejt gjelbërt, do të thonë, ka kumullojnë, po m'pëlqen, po çetus po pëlqen. Qa kështë këtë nga fëmiria? Nga fëmiria eme, dhe më thonë, në kom pas fëmirin shumë të lumëtun. Dhe më thonë se kemi jetu në atë kohën e socializmit, pa ndaj farë brengje. Edhe pse, baba jem ka qenë i përdjekur politik në atë kohë, po ai neve s'na ka hapë zemrën për në drejtim. Kështu që nga fëmiria kur gjysë. E kom pas mësuesin shumë të mirë, shkollën shumë të mirë, ka qenë sistemi arsimit, si, dhe më thonë, perfekt. Edhe realisht a di shka me të kësi zhig që se unë jam urbaniste, kam qenë urbaniste edhe jam trajnerë për planifikim hapësinor, kam specializuar në Izrael, Holland, Mirlan. Është puna që po lipir ma shumë dashni për këtë vend. Adin, unë e zgjona, të burjam të përherë me të njëjtën asë, po, se unë e përherë po dalë, përherë s'po shëndryshim. A më këpëton? Ai aty që është në adin? E ka një simbol, a më kupton, simbolin e qëndrejës, se bëni shka të bëni, unë e kam me qenë këto. Edhe, veç unë e mendoj që duhet me qenë na mi dash venin ma shumë. Unë e kam pas projektin prej si kom shkel në Ministrinë e Planifikimit Hapësinor,
pasi që jam këthy për specializimeve, ku pas projektin Kosova shtëpia ime. Kosova shtëpia ime dhe thot ka qenë motoja në gjithat, edhe në Shqipni i që jem shku, edhe në Kosovë, edhe në çdo qytet, edhe në çdo institucion, edhe në çdo hala mrena e maj unë sikerin se e kom hapën kret, edhe gjithmonë sa e ndalë fëmijët nasi e majshin, a kupton? Mirë po, ka sene ka sene abuzive, si gjithë kohë, më thënë, se fundit nuk kemi me leqëta, po duhet mi dashtë venë. Edhe kështu që unë ata që e kom emnu, dhe më dënë qatë projekt që gati 20 vjetë, unë e Kosova shtëpia ime, një gjithmonë kam i pasen qështu. Një person që shumë e donë vendin, akoma dëshiron ato ma të mira. Jo që ja dëshiroj, unë zgjona me një dëshirë me dhonë dishka. Apo kupton? Por sfuna që tash, njerës që janë orientu, si për duke të kanë haru ata, unë nuk e haroj. Nuk haroj për shumë arsye. Nuk haroj se unë kom qenë e madhe, unë kom qenë fëmijë me dy fëmijë të vegjël, do të thonë që kom majtë në jakne, kom rrugtu, kuna kam person prej shtëpijave, kom rrugtu me dy fëmijë, dy beba, edhe dy të mëdhaj. Edhe kohët rrugtim si ka qenë për juve? Rrugtimi një ka qenë, inshallah rrugës nuk na nguc kërkosh, deri thëshin është ajo që Andra Savina vod, po kush më rish aty, dhe më thonë ti veç kishe shkelin çka është me rëndësi? Me rëndësi është që kush ka shpëtu, inshallah i ka shpëtu dhe i ka lindë dhe dashunia për këtë vend. Çka do që ka ndodhur, nëse na harrojmë dashuninë që e kemi për vendin, mos harrojmë na që nuk kemi qas shumë të mëdhaj sa me thonë. Unë për shembull kur isha në Izrael në fakultet, ata diçka thëshin. Mi hek dilemat, do më thonë për ne, si shtetë, se do më thonë janë atë mu kinse, tha, mu mi thonë një, krejt që kemi shini në Izrael e kemi ble. Krejt që kena ndërtu, e kena ndërtu me dashuni dhe me punë. E ajo e lajt motivi jam Kosova shtëpia ime. Do më thonë, aty e kom marrë, jo kom marrë, unë e kom një, po si do qoftë e ki pa se qashtu është, kështu që ju dëshiroj gjithat mirat. Faleminderit shumë, po do të mbyll bisedën me një mesazh për jetën që ka të bëj, por sidomos për granë, ndoshta një motiv që do t'ja thua një mesazh, një këshill. Ndëgja, unë grave, ju them gjithmonë, nuk ka arsye me qenë, unë do të thonë foq se këtu se gratë se kam punu, do të thonë kam punu me mu bashk. Do të thonë kam punu gratë, kam punu shoqatat e grave, kam punu, por do të thonë unë nuk kam dashur me qenë elementi kryesor që kam qenë ajo që kam se gratë janë shumë, edhe vizioni grave është i njëjtë, dhe më thëmë mi pas qetësinë, mi pas shëndetin e vetë, shëndetin e fëmijëve, edhe kryesisht shëndetin mendor mi rujtë, se na kemi kalune për një periudhë. Kështu që, adi qysh, vështirë ka qenë, po nuk ka, adin ajo energjia yin yang që është, qashtu është jeta. Kujtan, nuk ka ndryshe, se nuk mundet me qenë veç zi, as mundet me qenë veç bardhë. Për që ata kines që kanë atë dy presit që të bardhëzi, jeta që ashtu. Shkojme ty fjalë me gjëra fjala jetën, si që për ty jetë, asje shë? Jeta për mu e mrekullueshme është. Të me thonë, unë kam 4 fëmijë, janë 4 arkitekta, studiojnë në Oxford, doktorojnë në Oxford, doktorojnë në Holland. Të me thonë, unë e vetë kam specializu në Izrael, në Holland, në Irland. Në Irland shka ka qenë, për shembull, shumë e ngjajshme me ne, dashuni për venin, se ata kanë dalë prej anglezve, qështu si na që kemi dalë prej asit. Më thonë, ata kanë pas një përmbajtje emocional një sesione. A kuptan? Një sesione. Edhe së fundi, Irlanda, dhe me thonë, ka eksportu mësimdhënëse. Edhe që ka qërë shumë rëndësi. Në halo nuk jemi nasi si po thamë, na jemi një rrugtim, por rrugtimit kush ka mundalë? Rrugtimi ka me qenë, për se cilin popull ka me qenë, qoftë me kodra, qoftë me brigje, qoftë me gullë, qoftë me deti, kemi me rrugtu, duhet me rrugtu. Po kuptan, se se fundin najna një gjenerat, një tjetër, vjen një gjenerat tjetër. Të më thonë, na dojmë i trashëgu, duhet me trashëgu. Një, me trashëgu dashunin ndaj vendit edhe ndaj fëmijëve.
Se aty në duhet, unë thash, unë ton jetën time Kosova shtëpia ime, Kosova shtëpia ime, do të thonë është, nuk e di a keni parë ndonjëherë atë sikierin që e kemi, që unë kam një gjatë. Jam kurioz. Po, e kurioz, sa dush ti kurioz, unë e maj me, kështu e kam, jo në vete, unë me vete. Do të thonë, nuk më intereson më kur gjoh, do të thonë ata e maj kështu si. Kjo është Kosova. Kjo është Kosova shtëpia ime. Kjo është Kosova që e dëshiron. E dëshiron, Ndëgja, një është Kosova mrena në shtëpi, edhe definitivisht ka me veta shtëpi. Adem, unë mendoj që secili njeri mrena vetit kur çohet mëngjes e mendon mas pari qetësinë në shtet, jo në shtëpi, në shtet. Se shtëpi e letë e menaxhon shtëpinë, 3, 4, 5, 10 njerëz me qenë shtëpi, ndryshe. Shteti është ajo që sartë për men. Azar pse mu baba më ka vdek me në luftë më kanë myt, do të thonë më ka vdek ka qenë doja mjerësimit Kosovës. Do të thonë i pari 1917 në lind, i kanë nxjerr shkolla, u shkune për fshatna, ju ka hik qelet e morat e zhugat e krejt, edhe ka ullë në banka. Apo kupton, se na si Gjakova e kemi pak një farë kështu jemi, kështu perfekcionista. E keni dëshmuar? Po, Vazhdoni me dëshmuar. kështu, besoj që secili shqiptar duhet me dëshmu për milion e vetë me dashuni. Duhesh mi dëshiru, kupton. Dashur, ishte shumë kënaqësi. Më lejo të përshëndes. Të uroj më të mirat, shëndet deri Edhe juve shëndet, edhe unë mendoj që çdo bashkëpunim na bashkë që kam na bë më të fortë. E se si? Më të fortë, ndryshe nuk ka. Ndryshe na nuk më thon ai kësi. Jo. Na jemi shqiptar. Edhe derisa se forcojmë na që thar shteti ton që kemi, unë po të them të shtunën mëngjes, unë veshna me shkon në Shqipëri. Ke dëshmon që e don Shqipërinë? Una, ndëqa, a di kur unë e kam dasht me zemër e me shpirtë e me krejt gjithë se baba ma ka spjeguat punë. Po kupton se ai ka qenë i kësaj shkollës lartë të Elbasanit në Zans. Kur e spjegon dikush të fëmija, unë kam thonë duhet mi bo biologji, mi ju spjegu shpesh, mi ju thonë shpesh, kur derisa të bëhet biologji. Edhe do më thonë, unë e kam biologji. Do më thonë thjesht, edhe fëmijët edhe krejt, qomë mëngjes, ku po shkojmë, hajde po shkojmë Tiranë. Hajde po shkojmë Durrës, hajde po shkojmë. Bile ishim Shkodër para një 2-3 javë. Unë ku shkoj në Shkodër, se në shkollë, do më thonë në këtë mësojtore në Elbasanit, baba jam ka kry. Si ta shkeli aty, unë jam ajo që i thëm vetit, inshallah kam me pas jetë edhe pak. A që të kujton kjo pjesë? Që kom një pjesë? Refugjatsia? Po pra. Ajo, refugjatsia është seni, ka qenë seni më i mirë, se mos të harrojmë një sen. Kur jemi shku në aty, që jemi shku pa kur gjo, neve për një kohë shkurt, krejt Evropa ka pru ndima. Na krejt që ato ndima i kemi milion Shqipni. Si jemi angart kënena, i kemi milion krejt. Kemi meq, nuk e dja një besnik bishën. Na kemi jetu në njëtën palat me Almilin bishën, për din artistën e besnikun e krejt. Edhe krejt që ka kena marrë në atë kohë, na jo kena lonë atë ne. Interesant. Eksperienca shumë interesante i ndajte me neve, edhe njerë shumë faleminderit për kohën që ndajte. Qofshit me nder, edhe na ju, do të thonë, na neve gjithë ma të mirat. Hajde, gjithashtu. Gjithë mirat juve.